Ridvan Dibra, një nga veteranët e kampion të vllaznisë dhe handbollit, sot duke përkujtuar ish kolegun e tij pikërisht Nikolin Karroca, ish handbollist dhe ish president i këtij klubi. Një respekt që ju vazhdoni t'ja bëni çdo vit kolegët e skuadrës Zotit Karroca. Është mos e vërtet për një figurë tillë si Nikolin Karroca, kjo është gjoja më e vogël që na munda me bë. Por një merit veçantë kanë familjarët e Nikos, mënyrë të veçantë motrat, të cilët kanë qenë promotor dhe suport për mbështetjen e këtij aktiviteti. Një përshëndetje veçantë shkon për miqtë tonë nga Ferizaj, të cilët kemi qenë bashkëlojtar, bashkëmoshatar dhe gjithmonë sa herë që ne i kemi ftuar ato na janë gjindë duke ndëruar jo vetëm figurën e Nikos, por duke ndëruar edhe sportin e handbollit edhe ekipin e Shkodrës. Kjo aktivitet është shfrytëzua edhe në 2 ndeshje, por ajo që pati më tepër interes ishte ballafaqimi i veteranëve Ferizaj Vllaznia, ku ju dolet fitues me rezultatin 14-12 më sapo. Në vend të tilla rezultati kalon plan 2, për ne e rëndësishme është që kena vite që kena kriju një marrëdhënie të tillë, jo vetëm binjakëzimit, por edhe miqësiet me ekipin e Ferizajve dhe shpeshherë aktivitete të tilla ne e shfrytëzojmë edhe për bashkëpunim, për lidhje miqësiet, në mënyrë që aktivitetet tilla të vinë lirshëm, jo thjesht si detyrim për pjesëmarrje në aktivitet. Klubi i handbollit Vllaznia në tërësi ishte organizator i këtij aktiviteti, por ju personalisht bashkë me kolegun tuaj Vili Haxhia kishit peshën kryesore të organizimit. Ju vjen mirë që u mbyll me sukses? Jo. Gjithë shokët, kush më shumë, kush më pak kanë pas kontributin. Unë si bashkëmoshatar dhe bashkëlojtar i Nikos kishe edhe detyrimin 2 herë më shumë se tjerët për me u gjin ekipit për marrëvajtjen e këtij turneut. Nuk ka se kam bërë ndonjë gjë më shumë përveç se detyrën që kam pas ndaj Nikolin Karroc. Faleminderit. Faleminderit.